Zyrtarët evropian dhe Ukrainas kanë akuzuar të mërkurën presidentin rus Vladimir Putin se ka shfaqur interes të rrem në përpjekjet për paqe, pasi 5 orë bisedime me të dërguarit e SBA-s në Moskë nuk dhanë shenja të një përparimi, megjithatë negociatat pritet të vazhdojnë. Ministri i jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, ka thënë se Putin duhet të ndalojë së humburi kohën e botës. Sekretarja e jashtme e Mbretërisë së Bashkuar ka thënë se udhëheqësi rus duhet të japë fund mburjeve dhe gjakderdhjes dhe duhet të jetë gati të ulet në tryezën e bisedimeve dhe të mbështesë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën dhe në interes të sigurisë evropiane. Ajo që shohim është se Putin nuk ka ndryshuar asnjë kurs. Ai po shtyn më agresivisht në fushën e betejës, ka thënë ministri i jashtëm estonez. Është mjaft e qartë se ai nuk dëshiron të ketë asnjë lloj paqe, ka deklaruar Markus. Ministra e jashtme finlandes, Elina Valtonen, pati pothuajse të njëjtin qëndrim. Deri më tani nuk kemi parë asnjë lëshim nga ana agresore që është Rusia dhe mendoj se masa më e mirë për ndërtimin e besimit do të ishte të fillohej me një armpushim të plot, u ka thënë ajo gazetareve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë se partnerët e Ukrainës do të vazhdojnë të dërgojnë ndihmë ushtarake për të siguruar që presioni ndaj Moskës të mbahet. Bisedimet e paqes janë duke vazhduar, kjo është mirë, ka thënë Rutte.